Mbledhja 5 të rregullt e Kuvendit Komunal ftuar nga kryesuesi profesor doktor Simir Krasniqi e ku morën pjesë edhe nënkryetari i komunës Kujtim Gashi, drejtori ekzekutiv dhe prezantuan 30 kuvendar. Fillimisht kryesuesi paraqiti rendin e ditës. Miratohet rendi i ditës, ndërsa Arjanit Berisha propozoi një rend të ditës për bartjen e mjeteve nga viti i kaluar në këtë vit. Kjo pikë u miratua. Kjo kërkesë ka të bëjë me ndryshimin e nenit 3 dhe vjen për faktin se në fund vitit 2025 është ekzekutuar gabimisht një shumë nga përmbaruesi në vlerë prej 53.320.37 euro dhe kjo shumë më pas është kthyer në llogarinë e komunës. Dafina Alishani kërkoi largimin e rendit të ditës për transportin urban. Me shumicë votash, kjo pikë mbeti në rend të ditë. Risjellja e kësaj pike, a ka ndonjë ndryshim? A është marrë parasysh ndonjë kërkesë e kuvendarëve, apo është vendim i njëjtë me idenë e njëjtë, të cilën shumë prej neve i kemi dhënë mendimet dhe i kemi thënë që nuk është mirë me sjell në këtë mënyrë. Pas së kësaj rendi i ditës miratohet me pikë shtesë. Pyetja e kuvendarëve dhe ngritja e çështjeve filloi me kuvendarin në Shukri Quni, i cili pyeti pse nuk po organizohet event të shtigjeve të lirisë Rëmzi Ademaj. Shqipe Shatri, Agim Muçaj, Selman Sokoli, Sevil Kazaz, Meriton Kafazaj, Alban Bislimaj, Zonja Plana, kuvendari Qemal Krasniqi, Petreto Hoxhaj, kuvendari Enis Arifi, Ilir Gashi, Bajram Kastrati, Liridona Vezgishti, Dafina Alishani. Pas shumë ngritjes së çështjeve, nënkryetari i komunës Kujtim Gashi së pari u fokusua lidhur me disa nga pyetjet e kuvendarëve. Pastaj drejtorët e ekzekutivit dhanë disa nga përgjigjet e tyre, duke filluar nga drejtori i katastrës Senxhar Karamoqo. Drejtoresha e arsimit Luljeta Veselaj. Kuvendari Shukri Quni ka kërkuar që me çdo kusht të riorganizohet manifestimi Java Rëmzi Ademaj shtigjeve të lirisë. Lidhur me mos organizimin e manifestimit tradicional Java Rëmzi Ademaj shtigjeve të lirisë. Është një shqetësim që njëkohësisht kërkoj sqarim lidhur me mos organizimin e këtij manifestimi tradicional Java Rëmzi Ademaj, sepse ky manifestim organizohet që nga viti 2002. Lugisht e Hasit. Konsideroj se vendosja hidranteve në pika strategjike të këtyre fshatrave u lehtëson punën e ekipeve të zjarrfikësve për reagim më të shpejt e më efikas në rastet e zjarreve. Ku shumë banor të fshatrave përreth komunës së Sorikës kanë probleme me pronat e tyre, që nuk i kanë listat postuese dhe nuk kanë mundësi as të ndërtojnë apo të bëjnë ndonjë shit blerje. Edhe drejtarët që pretendojnë ta marrin një pozitë me merit në shkollat e Prizrenit kanë të drejtë të marrin një përgjigje nga ju për raportin që e keni me Trikagjin Arben Shala. Ardaniya'daki Balşay Caddesi'nde asfalt döşemesi için vatandaşlarımız aylarca bekliyor. Müdürümüzle bir takım görüşmeler yaptık. Pasi që deri më tani nuk ka marrur asnjë përgjigje lidhur me kërkesën time. Bëhet fjalë për mos funksionalizimin e shtëpisë kulturës në Zhurë. Ve öncelikle bölge sakinlerinin bu park için müdürümüze ve belediyemize teşekkür ettiklerini iletmek istiyorum. Uzun dönem beklenen bir parktı ve faydasını gördüler. Shkolla na imprashi në paralelen Kobaj, ndihmën që lam pas, domethënë ajo shkollë është ballafaquar me probleme të nxemjes qendrore. Shkollën fillore e Krem Rexha në obor të shkollës është duke u punu diçka, mirë po banorët nuk e dinë se çka po punohet. Ka fillu para një viti, është përfundu, mirë po uji nuk është shumë. Banorët e asajane, një pjesë e fshatit Piran, Zojz, Medvec dhe komuna Mamushës, kërkojnë me ditë se pse nuk pëlqohet ky ujë. Ka qenë shqetësimi disa agjencioneve turistike lidhur me qendrën Dacak në qytetin e Prizrenit, ku për fat keq ka ndodhur edhe një aksident dhe askush nuk dihet se çka është duke ndodhur me qendrën Dacak në qytet. Pitanje u vezi sa ne asfaltiranjem puta prema Gornjem i Donjem Ljubinju. Nuk po rregullohen rrugët e dëmtuara brenda në qytet. Disa prej tyre janë bërë gati të pakalueshme nga gropat e mëdha dhe dëmtimet e shumta. E ki rrugën Gustav Mayer nga 17 nëntori, shkolla 17 nëntori në drejtim të
rrugës Zahir Pajaziti. Tek afër shumë shkolla mungon sinjalizimi, sidomos sinjalizimi horizontal që paralajmëron shkollën. Drejtar, një kohë të gjatë, ka disa muaj që në qendrën kryesore të mjekësisë familjare mungojnë analizat bazike, HbA1 dhe gjëndra tiroide, apo ndryshe si nifën në popull diabeti në 3 muajt e fundit. Lidhja e Prizrenit bashkëtollma Kyzere, turistik ve kültürel miras alanlarında yer alan bilgilendirme tabelalarında Türkçe diline yer verilmediği görülmektedir. Që sa i përket investimeve në rrjetin e ujit pijës, ka qenë një lajm i mirë kur kemi nënshuar marrëveshjen bashkë me Kreu Gjakovën edhe qeverinë e Kosovës. Siç e dini, roli i komunës këtu është në kuptimin e ndihmës këtij projekti, do të thonë ne kemi ndihmuar projektin, kemi participuar në projekt, por nuk kemi asnjë rol në ekzekutimin e projektit, dhe me thënë drejtën nuk kam në informatë sakt pse s'ka përfunduar projekti deri tash, po të premtoj që do të marr informata zyrtare nga implementues të projektit. Përndryshe komuna ka qenë participuese edhe ju kemi gëzuar shumë këtij projekti. Problemi ndërkomunal me Suarekën është problemi motshëm. Problemi buron nga aeroincizimet 1970. Atëherë kur kanë bërë incizimet, një pjesë të prona është regjistruar edhe në Suarek edhe në Prizren. Tash ata qytetarë kanë listë poseduese, tonat e kanë listë poseduese, vetëm pas që është parcela njëjtë nuk janë figuruar me gjendja faktike. Për këto vitin e kalum me vendimin e kryetarit është formuar një komision ndërkomunal. Na kena kena propozu 2 emra e ka propozu Suareka, edhe një kërkum prej agjencisë katastrale, pas që ata menaxhojnë me sistemin katastral. E kanë majtë disa mbledhje për shkak se problematikës që aty pronat shumica e në Suarek janë pronësit të pylltarisë, nuk kena mujt me pru një dakordim për me pru një marrëveshje, na me votu këtu, ata me votu, për qatë arsye komisioni ka propozu një komision të formuar qeveritar, pas që edhe pylltari është në menaxhim të qeveris, edhe agjenci katastrale, edhe ata me bo një zgjidhje. Pas që në agjenci katastrale një 6 muaj është të bo disa ndryshimet edhe nuk kena pas një mbledhje përmbyllse për këtë temë, besoj që kohën e ardhshëm besojmë që do të bëhet një zgjidhje për këtë temë. Media të gjitha ata të cilët e përcjellin seancën në kuvendit, sa i përket pyetjes për javën e Remzia Demaj, kanë përfunduar gjitha procedurat, është lidh kontrata dhe jemi në proces të fillimit të javës Remzia Demaj, do të njoftoni në kohë. Pyetja e dytë për konkursin për bursa për student, vetë është shpall konkursi për bursa për student. Sa i përket nxjemjes qendrore në fshatin Vlashnje, disa herë kemi bisedu edhe privatisht zoti Bislimaj, ne kemi reviduar, kemi shtuar edhe një pompë termike vitin e kaluar, edhe në proces të tutje do të shohim mundësitë, për te asaj ju e dini gjendjen financiare dhe gjakdirjen financiare që ka ndodhur në komunën e Prizrenit. Realisht shokre, unë edhe të shtunën ditë vikendi kam bisedu me ty për lidhje me pyetjet që ma ki bërë për mburin mbrojtjen e Shec. Edhe për kundër faktit që e shpjegoj edhe në kryetari anën financiare të komunës, unë e kam thirrur operatorin dhe kam biseduar dhe kam kërkuar nga ai që të bëjë të pamundurën dhe të bëjë atë mbrojtje sa shumë i nevojshëm. Ndërsa te pyetja e dytë lidhet me ndotjen e rrugës në Ashqes dhe jetare në Lagjën, jetare të Lagja jetare, gropa skeptike. Unë nuk jam i informuar për këtë rast, do ta shoh, do të bisedojmë edhe me inspektoriatin dhe zyrtarët e drejtorisë shërbimeve publike do dalin në teren të konstatojnë se çka problematika në atë vend, që është nevoja për një kanalizim, që është metra shumë e vogël, metrazha vogël, ne do të intervenojmë. Që nesër të vjen në zyrë dhe ta diskutojnë se pasi është një çështje pak më e ndërlikune. Faleminderit. Lidhur me mungesën e reagensave për realizimin e hormoneve, tash po flas me gjuhën e popullit, reagensat që realizohen për konstatimin e nivelit të sheqerit në gjakën 3 mujor, është e vërtet që mungon. Kjo krejt lidhet padosh me ustërgjatë me mungesën e fondeve, s'kemi mujt as me siguru mjete, pas me siguru një fond prej nga mujt me bo pagesën në këtë moment.
ka pas vonesa, po kjo do të realizohet shumë shpejt, ndoshta për 3-4 ditë. Do të theksoj se drejtoria nuk ka bërë përzgjedhje individuale ose politike. Përgjegjësia ime ka qenë të siguroj zhvillimin e procesit sipas procedurave ligjore dhe administrative, ndërsa pikëzimi dhe vlerësimi është bërë nga ana e komisionit. Si që seko dhe në kryetare, Prizreni është një ndër komunat më të dëmtuara nga ana e buxhetit, pavarësisht shumë kërkesave të shumta që ka pas drejtoria për kulturë, rini dhe sport, është punuar me një buxhet shumë të reduktuar dhe shumë të kufizuar krahasim me vitet e mëparshme. Strejmoria e qendve pritet me përfundu këtë vit. Inshallah gjanët shkojnë në rregull në bazë çështje kemi planifikuar dhe Prizreni do ta ketë strejmorën për qend. Pika lidhur me shqyrtimin miratimit të vendimit për subvencionimin e transportit urban. Lidhur me këtë pikë, sqarim dhënën kryetari Kujtim Gashi. Kjo pikë kaloi me 22 vota, e cila edhe u miratua nga subvencionimi i transportit urban. Lidhur me draft rregullorën për menaxhimin e mbeturinave në komunën e Prizrenit, referoi eksperti Muhamet Bajrami. Pastaj kuvendarët si Arjanit Berisha kërkoi të reflektojnë ngritjen e pakave. Aziz Hotaj, Shukri Çuni, edhe lidhur me këtë pikë nën kryetari Kujtim Gashi plotësoi këtë pikë referuese. Banorët e fshatit Landovis pritet të subvencionohen për bartjen e mbeturinave, kurse Aziz Hotaj ka kërkuar që të shtohet kujdesi për atë deponi, sepse është shqetësim i madh për fshatin Landovis. Kjo pikë miratohet me 23 pika pro. Edhe një informat për juve si antar të kuvendit, kryetari do ta merr një vendim si rezultati një kërkese të kapshme që e ka fshati Landovic, ati është deponia, është e vendosur edhe ata nuk e përdorin tashmë as ujin e pijes për shkak të kontaminimin të puseve dhe të ujrave që shkojnë drejt fshatrit, dhe kryetari ka vendosur që m'ia subvencionu domethënë këtë shërbim të mbeturina për fshatin Landovic aty ku është e vendosur me deponia. Do të ketë një vendim të kryetarit, e kemi bënë një analizë, kostoja nuk është shumë e lartë. Natyrisht që si fshat e kanë merituar qysh ma herët që ata mos me pagu për mbeturina, sepse ata pësojnë mas shumëti prej deponisë që da është e vendosme në këtë lokalitet, që ata në vija aerore ndoshta se kanë as 400-500 metër. Rizam Holding, fabrika e re e bllokave Izoblok, Krush e vogël. Me Izoblok ndërto dhe për pompa mos harxho. Ndërto me Izoblok të ri, 25.